e ndëroj një njeri gjithashtu kur tha Allahu azza wa jalla wa nafakhtu fihi min ruhi. Dhe këto e shtremojnë shumë komentatorët apo ata dashka këtë shtë islamit, këtë ajet të Kur'anit Kerimit, ku Allahu azza wa jalla dhe thot one ati frina me nga shpirti im, kështu në kontekst i mirë, po si që ka thonë djetarët, ka thonë Allahu azza wa jalla mi ruhi nuk nënkopton nga shpirti Allahu, si që pretendojnë krishterët, se Isaja a.s. a pjesë e shpirtit Allahut, për këtë arsye kanë bo birtë Zotit apo pjesë Zotit. Mirë po vledhët të ndërshëm Allahu azza wa jall, si që ka thoni Ibn Abbasi, ka desh me thonë se Allahu azza wa jall të gjithë shpirtët ja ka dhuru Allahu azza wa jall me fjallën bënd vetëm se Ademit a.s. fillimisht Allahu e ka kriju shpirtin e pastaj ja ka dërgu në shenjë respekti dhe nderit, dhe kja sekreti ku Allahu i tha me legëve unë ku t'ja dhuroj Ademit shpirtin, pra ku të bati gjallë Ademi ju përull në ati, në nështronë ati, bani sejsh dhe nderi dhe respekt. Dhe sejsh dhe nderi dhe respektit është anullu me ardhjën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kur arë Muadh ibn Gjebeli, si shot Imam ibn Kathiri, Muadh ibn Gjebeli shkojnë në Sham dhe i pa njerëzit që ju përullshin njëni tjetër. I bajshin sejsh dhe parve të tyre, edhe erdhë Muadh ibn Gjebeli dhe i banë sejsh dhe pejgamberit Allah, thot pejgamberi Allah, qka është kjo ja Muadh? Tha Rasul Allah, tha e kam pa në Sham që të parve tyre po ju përullshin qenë në respekti, tha ti e ma meritor të respektohesh dhe të nderohesh, tha jo ja Muadh. Ibn Kathiri thot prej këti rasti është anulluan sejsh dhe tek muslimanët, që të egziston vetëm një përullje vetëm për Allahun e madhërishëm, nuk egziston më përullje dhe në nështërim, nderi dhe respekti. Ka thonë jo, ja Muadh, se me pas qenën sejtë dhe përulljen në nderit e lejuan në Islam, do të kishtë urnuan gëruan që ti banë sejtë dhe që ti përullet burit të saj, për shkak hakit të mëllë që e ka ndaj ty. Iba nuk ka sejtë dhe për ullje dhe nuk ka në nështrim për për Zotit tonë. Dhe kja është nderi u umetit pejgamberit Allah që ne mos ta që nështrojmë vetën tonë, vetëm para Zotit tonë.